Hej, njerëz të bukur, si një sot si po kaloni? Në radhë të parë faleminderit për këto komente kaq të bukura. Në radhë të dytë po bëj kulaç prap, se djali tim kur I fiksohet një gatim, o ta haj derisa ti mërzitet, edhe pastaj nuk o ta haj më për muaj të tërë. Prandaj pardje bëra kulaç, edhe e mbaroj, edhe donte tjetër. Edhe çfarë I bëja? I bëra kulaç. Po I bëj kulaç në fakt, para se të vi nga shkolla, se po të vi nga shkolla do të futi dhe ai duar të gatuaj të bëj ta ashtu si. Në radhë të dytë, faleminderit shumë për këto komente. Shtëpitë detyrohemi. Kështu jemi mësuar që t'i mbajmë të pastra, se kështu na kanë rritur prindrit. Babai tonë për pastërtinë është më keq se mami, siç themi. Edhe mami ishte prishungament për pastërtinë, po I kemi të dy prindrit që na rritë në këtë mënyrë që po nuk ka pastërti shtëpia, nuk ka prokopi, si themi. Që kështu, prandaj e jemi mësuar me këto mënyrë jetese, që të sa mundemi, jo se është gjithnjë e pastër ashtu, po të paktën të mundemi të jetojmë si njerëz, siç na thoshtin prindrit gjithnjë, të jetojmë si njerëz në shtëpi, të jenë shtëpi të pastra, të mos I lini shkele shko. Prandaj. Kështu që thoni, të kaloni një ditë sa më të bukur, ciao. Të bi kulaç, nuk tani.